Kjo do thotë që Kosova në farë formë është pjekë si shoqënia dhe Kosova ka arrit me u transformu prej një konsumatorit të sigurisë në një ofrues sigurisë, që mendoj që kjo do të vlerësohet jashtëzakonisht shumë. Mendoj që po ashtu është një hap strategjik për shkak se ne duhet të shpërblejmë gjithë atë kontribut që Basia Ndërkombëtare ka dhënë për Kosovën, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që në këtë rast mendoj që është po ashtu një kontribut në kthesë për atë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë për neve, dhe mendoj që kjo duhet të bëhet sa më parë. Po ashtu edhe është një mundësi e mirë për Kosovën që të jetë kontribuese e paqëndërtimit nëpër botë, si zgjedh në rrymën e Gazës ka pas një konflikt jashtëzakonisht të vështirë, dhe mendoj që ai rajon meriton paqe. Po shpresojmë që kjo iniciativë do të sjellë paqen që është pritur për një kohë të gjatë, dhe që ai vend mos të jetë arenë e konflikteve. Mendoj që kjo do të përcaktohet ndërkohë, mendoj që është herë të flitet për këtë hap, çfarëdo që të jetë kontributi i FSK-s do të jetë një farë forme me mbulimin e një nga zinxhirëve që nevojitet për të funksionuar ky mision atje, dhe besoj që çdo kontribut që bëhet në këtë drejtim është i barazvlefshëm me kontributet qoftë ato që janë në vit parë të ekspozimit, qoftë edhe ato logjistike, mendoj që janë të domosdoshme, edhe në çfarëdo kapaciteti që FSK-ja është e përfshirë, mendoj që i kontribon këtij misioni edhe i kontribon në ndërtimin e paqes atje. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shtet kyç për anëtarësim në NATO, u pa dhe me rastin e anëtarësimit të Suedisë, sidomos kur kishte një blokadë nga ana e Turqisë, dhe kjo blokadë u të kaluar pikërisht për mes intervenimit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, edhe në këtë rastin e 5 mosnjosëve, mendoj që të gjitha këto 4 mosnjosëse që janë në NATO janë të rreshtuara për krah interesave të Shteteve Perëndimit, dhe mendoj që një presion nga një shtet kyç siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës, presion i mirë fillt, jo presion që një farë forme të i kthej parime, po të i kthej këto shtete në bazën parimore, mund të ndikojë që ato të mos e bllokojnë procesin e anëtarësimit të Kosovës në NATO, apo edhe të bëj hap tutje që ta njohin Kosovën. FSK-ja është duke bërë zhvillim të shpejtë, është investuar jashtëzakonisht shumë, është një investim më i përshpejtuar viteve të fundit se sa që ka qenë më herët. Kjo ndërlidhet me faktin që më herët FSK-ja nuk ka qenë e transformuar, ndërkohë edhe po ashtu kërcënimet të rreziqet janë ndryshuar. Mendoj që disa nga limitimet të cilat kanë qenë fillim në pakun e 2018-s janë hjekur edhe për faktin që është po e domosdoshme që FSK-ja të ketë kapacitet për mbrojtje që e të kalojnë kapacitetet defanzive. Kështu që mendoj që FSK-ja është zhvilluar mirë. 2028 pritet që të përfundojë ky afati që është i parapon për konsolidimin e plot të FSK-s, por në shumë çështje mendoj që FSK-ja është mbas edhe para kohe sa i përket arritjes së kapaciteteve. Mendoj që FSK-ja ka qenë e gatshme edhe më herët që të jetë pjesë e operacioneve më komplekse, kështu që mendoj që është e gatshme të kontribuojë.